Fermerët nuk do të marrin më naftë pa taksa siç ndodhte nga viti 2021, por për herë të parë pagës direkte 100 euro për çdo hektar toke të kultivuar, kur sipërfaqja e mbjellë shkon mbi 3 hektar. Ministri i Bujqësisë dhe i Zhvillimit Rural, Andis Salla, sqaroi ndryshimin në skemën kombëtare të bujqësisë për vitin 2026, tashmë të miratuar nga qeveria që sipas tij është më gjithëpërfshirëse. Skema e naftës është një skemë për uljen e kostove të prodhimit dhe është mbështetur me buxhet të drejtë për drejtë për fermerin. 5.2 miliard. Pra, është një shifër në rritje dhe kjo është për gjithë fermerët. Ndryshimi vjen në një kohë kur çmimi i naftës në vend ka shënuar rritje si efekt i luftës në lindjen e mesme, por ministri i Bujqësisë mbrojti politikën e re të subvencioneve, duke thënë se i jep fermerëve më shumë mundësi që të ulin kostot e prodhimit. Qoftë nga skema e 10% të autofaturimit të tyre, por edhe mbështetjes në masat e çdo skeme. Rritja e çmimeve të plerave kimik është një tjetër shqetësim i fermerëve. Bashkë me autoritetin e konkurrencës, cilët ne do të flasim edhe për këtë temë, e cila ju shqetëson ju dhe fermerët dhe ne, për të monitoruar edhe pjesën e mbështetjes apo çmimeve të inputave bujqësore dhe plerave kimike. Fondi paraprak për bujqësinë është 5.2 miliard lek. Për herë të parë parashikohet mbështetja për mbashtruesit e derave, ku çdo kokë do të subvencionohet me 7.000 lek në fermat jo më të vogla se 5 krerë. Mbështetja për gjedhët dhe baktitë e imta dhe bletet është rritur, ndërsa kriteret janë përgjysmuar. Salla theksoi synimin për forcimin e sektorit bujqësor përmes zgjerimit të numrit të përfituesve dhe për afrimit gradual të tij me standardet e Bashkimit Evropian. Që të jemi pjesë e fermerëve në Bashkimin Evropian duke konkuruar me cilësi. Ministri i Bujqësisë ndau një lajm të mirë edhe për fermerët të dëmtuar nga zjarret, për mbytyjet apo murtaja që preku gjethet. Brenda pak ditësh ne kalojmë në llogaritë të tyre. Skema parashikon mbështetje për investime në sera, blegtori, breshta, mekanik bujqësor, agropunim dhe agroturizëm, ndërsa një fokus i veçantë i është dhënë fermerëve të rinj, të cilët do të përfitojnë grante deri në 10.000 euro. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural tha se së shpejti do të aplikoj për rikthimin e fondeve IPAR dhe do të njoftoj afatet e aplikimit për fermerët për të përfituar nga skema kombëtare në bujqësi.